Kaluan 2 javë nga dita e parë e xhirimit të filmit të ri shqiptar Plumbi i fundit pjesa e dytë. Ekipi Alsatit vendosi të jenë prezent në ditën e fundit të xhirimeve që po zhvillohen në fshatin Slupçan. Kolegu jon mori prononcim të shkurtër nga regjistori dhe aktori protagonist, por edhe kësaj radhe nuk do na mungoj Qazimi, i cili përveç që do na tregoj se sa është i kënaqur nga puna që po bën këtu, do na rrëfej edhe për aferën që doli ditëve të fundit me një bukuroshe nga Maqedonia. E shohim së bashku materialin. Telespektatorët të nderuar, përshëndetje. Ne siç u premtuam nga emisioni Pizzicato se do të jemi një ditë në vendin e xhirimit të filmit Plumbi i fundit, pjesa e dytë, vazhdimi i këtij filmi dhe pikërisht ndodhemi në vend xhirimin në Slupçan, në fshatin Slupçan të Kumanovës. Dhe këtu pranë me janë dy protagonistë kryesor, mund të them Arsimin dhe Faik Gashin. Faik Gashi natyrisht është regjizori, për atë arsye e kemi ftuar këtu që të na japi një prononcim të shkurtër rreth filmit. Zoti Faik, përshëndetje fillimisht. Përshëndetje, faleminderit. Sa dallon filmi prej pjesës së parë? A ka ndonjë dallim të madh apo jo? Po filmi akoma s'është përfunduar, tashmë jemi në gjysmën e parë të pjesës filmit, gjysma. Unë mendoj që kemi shku shumë ngadalë, kemi shku shumë sigurt në skenat që kemi realizuar dhe është një staf i aktorëve shumë mirë. Mund të them se deri më tash jam shumë i kënaqur, mirë po deri te fundi i filmit ka edhe shumë punë për të bërë. Krahasuar me ato se sa është dallimi mes filmit të parë, domethënë pjesës së parë të filmit Plumbi i fundit, që njëkohësisht skenarist është edhe zotëri Fehmi Bektashi, skenaristi të dy pjesëve të filmit, është bërë një punë shumë profesionale, një punë shumë korrekte, zakonisht gjatë xhirimeve gjithherë ka vështirësi e zhagitje. Mirë po deri këtu sa kemi punuar, unë mund të them se jemi të kënaqur. Kemi zbuluar dhe kemi thënë që është pjesë e parë e filmit që xhirohet në Maqedoni, kurse pjesë e dytë do të jetë në Zvicër. Do të dallojë diçka xhirimi i Zvicrës apo do të jetë i nivelit të njëjtë? Unë mendoj që gjatë një filmi nuk mund të ketë shumë dallime të mëdha, mund të ketë ndryshime të mëdha të lokacione, ndërsa tema dhe ngjarja dhe linja e filmit që bartet do të jetë ajo linjë që ka filluar këtu. Ja, pra si thashë pak më herët, e kemi dhe protagonistin kryesor, rolin kryesor të këtij filmi, Arsimin. Arsim, sa i kënaqur prej xhirimeve të pjesës së dytë, prej vazhdimit të këtij filmit. Na trego përshtypjet e tua. Pikës pore desha që përshëndes juve, zotëri Andi. Gjithashtu përshëndes të gjithë teleshikuesit të Alsatit. Sa i përket, domethënë xhirimeve tona deri më tani kanë shku shumë mirë. Po shpresojmë se edhe në të ardhmen do të jetë kështu. Të gjithë ne ishim ato kryesorët që e publikuam ardhjën e Qazimit nga Zvicra, pra aktorit të njohur nga Turqia. Sa ju ndihmoi Qazimi sepse ai edhe vetë tha që do t'ju ndihmoj në organizim të skenave aksion e kështu me radhë. Sa ju ka ndihmuar dhe sa e shfrytzuat në fakt përvojën e tij? Po me thënë drejtën, Qazimi është konë, domethënë, tepër, domethënë, punëtor, dhe po shifët dhe gjatë xhirimeve këto. Po punon, domethënë, me gjithat vullnetin e tij deri maksimum, kështu që tregon filmi në fundi. Do tregoj filmi. Po. Dhe për fund, publiku natyrisht që i intereson se kur pritet të dalë premiera e këtij filmi që të kenë mundësi të gjithë telespektatorët, të gjithë shikuesit ta shikojnë këtë. Këtë përgjigje do të na japi regjizori. Kur pritet të jetë premiera? Para vitit të ri apo mbas vitit? Kjo është një pyetje që asnjëherë regjisorët saktësisht mund ta thënë sepse ka shumë punë deri te ajo, pas xhirimit normal që vjen montazhi dhe postproduksioni. Mirë po shpresojmë se këtë vit do ta kenë rastin ta shohin premierën e filmit Plumbi i fundit, pjesa e dytë. Ja, pra telespektatorë nderuar, siç ju kemi paralajmëruar, në këtë film merr pjesë edhe Qazimi, Qazim standard Qazimi, jo vetëm Qazimi. Pra, do ta pyesim sa është i kënaqur prej xhirimeve në Maqedoni. Natyrisht ai përmbush filmi standardet, apo jo? Çok güzel gidiyor. Tabii ki baştan dediğim Gjithçka është në rregull, me që unë marr pjesë sigurisht se ka standard. Edhe regjizori i filmit dhe ekipi, të gjithë aktorët që marrin pjesë janë një ekip i mrekullueshëm. Është kënaqësi që marr pjesë në këtë projekt. Çok güzel gidiyor yani. Ardhja e Qazimi këtu dhe angazhimi i tij këtu ka bërë dhe një aferë dhe një bujë jashtë filmit. Pra, shumë është përfolur se Qazimi ka një lidhje sekrete me një vajzë nga Maqedonia, gjithsesi një mis nga Maqedonia. Sa është e vërtetë kjo, tani do ta zbulojmë për Pizzicaton.
Ya öyle tabii ki şimdi bu paparazidir, her şey yazabilir ama önemli olan Mediat, gazetarët, paparacit, gjithmonë duan të bëjnë afera. Unë për veten time mund të them se atë natë ne ishim në një shoqëri shumë të mirë për një darkë. Duke biseduar, paparacit kanë fotografuar dhe më pas kanë nxjerrë thashetheme në lidhje me atë vajzë. Nuk është e vërtetë. Merhaba Alsat M. Kazım'ı kaçırmayın. Pislikato'yu mutlaka izleyin ama filmi de kaçırmayın. Bomba gibi geliyor. Bekleyin.